Siguria ushqimore mbetet një nga shqetësimet kryesore në ditët e sotme. Qytetarët e Korçës shprehen se nuk ndihen plotësisht të sigurt për produktet që konsumojnë. Shumë prej tyre preferojnë të zgjedhin produktet vendase, që i konsiderojnë më të freskëta dhe më të besueshme, ndërsa kërkojnë më shumë kontrolle dhe vëmendje nga institucionet përgjegjëse. Ju i kontrolloni gjërat që blini? Po dhe skadencën. E shikojmë, pastaj i marrim. Duhet të ketë më shumë kontrolle? Patjetër. Sipas atyre që thitet edhe që shikohet, nuk jemi shumë të sigurt për ushqimet. Më shumë prodhime vendase. Ato kemi besim shumë se ato që vijnë jashtë. Pares të zikurës janë të kontrolluara ushqimet, nuk janë të kontrolluara. Nga ana tjetër, specialistët theksojnë rëndësinë e ndërgjegjësimit të konsumatorëve dhe kujdesit nga prodhuesit për të garantuar cilësi dhe standarde të larta në zinxhirin ushqimor. Ajo çka duhet kenë parasysh konsumatorët është që të orientohen më së shumti drejt prodhimit vendas të sigurt, të cilët janë ndoshta dhe të pamundur për të bërë abuzime me pesticidet, abuzime me përpunimin, me konservantat, me aditivet. Një prodhues i vogël vendas e thëndryshe mund të jetë i pa aftë në thonjza nga ana ekonomike për të bërë të gjitha këto manovra me ushqimin. Siguria ushqimore mbetet një çështje që kërkon bashkëpunim të vazhdueshëm mes institucioneve, prodhuesve dhe konsumatorëve për të mbrojtur shëndetin publik dhe për të ndërtuar një treg ushqimor më të qëndrueshëm.